Me sezonin e verës rritet edhe interesi për palestrën dhe dëshira për të pasur një trup sa më në formë. Megjithatë, trajneri i CrossFit, Leoncio Guma, thotë se rezultatet nuk vinë shpejt dhe kërkojnë disiplinë të vazhdueshme. Duhet të stërvitemi çdo herë, jo vetëm në sezonet e verës, apo kur kemi nevojë, kur kemi dëmtime, apo kur neve na duket e arsyeshme. Sipas tij, një nga pyetjet më të shpeshta që bëjnë të rinjt është se sa kilogram do të humbasin. Ky është qëllimi i parë, pavarësisht se njerëzit duan të arrijnë ato qëllime shumë shpejt, por është pak e vështirë të futesh në ritmet e dikujt tjetër që ka goxha kohë që stërvitet, edhe duhet disiplinë. Trajneri thot gjithashtu se një pjesë e madhe e personave që regjistrohen nuk e vijojnë aktivitetin rregullisht, ndërsa vetëm 1% e vogël mbetet konsistente në stërvitje. Duke marrë parasysh nga eksperiencë që kam, do të thonë shumica njerëzve edhe regjistrohen, por nuk vinë. Kjo ndodh në çdo palestër, në çdo vend. Nuk janë 100% e atyre abonimeve që vinë çdo ditë ose vazhdojnë të vinë akoma në stërvitje. Vjen diku ke 25-30%. Guma thotë se në periudhën e fundit vërehet më shumë disiplinë tek femrat, të cilat janë më të rregullta në ndjekjen e programit të stërvitjes dhe më të fokusuara në tonifikimin e trupit. Mendoj se jemi 50-50, por këto kohë të fundit femrat janë pak më të përgjegjshme në gjërat që bëjnë dhe janë më të disiplinuara se meshkujt, duke marrë shkas edhe nga regjistrimet që kanë në palestër. Sipas tij, ndryshimet në trup kërkojnë kohë, zakonisht mbi 6 muaj stërvitje, ndërsa duhet edhe disiplinë.